Mirëmbrëma me të dashur, po takohemi edhe këtë diel në emisionin tonë në Distrekt. Të sonte kam kënaqësinë që në studio kam një emër mjaft të veçantë dhe të njohur të muzikës popullore. Një artiste e cila në fakt prej shumë vitesh është pjesë e muzikës edhe skenës, e cila me zërin, stilin edhe energjinë e saj ka arritur të krijojë një publik besnik ndaj saj. Muzika e saj vazhdon të dëgjohet edhe të frekuentohet në shumë ahengje dhe ambiente ku dëgjohet kjo muzikë. Është kënaqësi që sonte në Distrekt e kam të ftuar këngëtaren Fatlume Popovci. Fatlume, mirëmbrëma dhe mirë se vjen Distrekt. Mirëmbrëma, mirë se gjeta Lor, ç'është je? Mirë, faleminderit. Ti a je mirë? Mirë. Qysh ke kalu këtë ditë? Qysh kom pas me kalu e lodhe maksimum. Po jo, s'jam shumë e lodhe, mirë jom, se tash normal na ka rami pushuse edhe po mirë, nuk u kon keq. Je mësuar ndoshta me qëtë intensitetin e punëve dhe... Faktikisht po, dhe mos me pas qëtë intensitet, është që nina për një me shumë ashtu... E zbraz. Pa vullnet, pa disponem, edhe më do këtë që diçka po mungan. Je mësuar me qëtë dinamikën e koncerteve dhe muzikës. Po. Që sa vite po buhen tash Fatlume në fakt që e ki këtë stil tjetesës kur ju ke bashkanxhit muzikës? 20 vjet, po. 20 vjet. Edhe cila ka qenë periudha ma intenzive që ke pas gjatë karrierës tane? Karriera em normal është zhvillu shkallë, edhe nuk është se kom gjena janaj ullje. Zakonisht jam gjithmonë ngritje sipër. Jam shumë e kënaqur edhe shumë e lumtur mënyrën që shumë e kom rri, se është normale, nuk më kish pëlqy kurrë nëse kisha bu njëherë pam edhe mo mas një vjetit s'm kish njoft kërkosh ose s'm kish ngu kërkosh. Është shumë diçka tepër e mirë që njerëzit vazhdojnë vetëm me më dëgju, vetëm me më dasht, vetëm me më thirrë në festat e tyne familjare dhe kjo është shumë e mirë. Ku e gjen vetën mas shumë ti kur këndon live muzikë? Në koncerte apo ndasma? Dorit, që dyrat kanë emocionin e veçantë. Po, qashto, se cila e ka atë dvetën, dhe do është ta me lidhë që nëse një person e dëm punën nuk këshyr a jenë dasëm, a jenë mbromje. Ti punën ke me bo mas mire, ose unë për flasë për veti, unë punën ta me boj mas mire edhe munona maksimum me dhonë maksimumin tam. Kështu që e di që asnjëherë njët nuk është që jom konë dikon me një klab, me një mbromje, ose me një mbromje marinore, ose me një dasëm që dikosh është nda dhe më thoni pak knaqun. Që kjo ka shumë rëndësi. Emocioni që e merë ka shumë rëndësi, po. Tjera shkole vinë. Po, e vërtet. Në fakt, që ajo është edhe një farë lloj shpërblimi që të e merë kur e shë rezultatin që e ke bu maksimumin të ndoshta gjatë asaj performance. Punës në vite, po. Sa është e vështirë me i balancu emocione, duke qenë se njeri mundet me hasë edhe në periudat vështira tjetës edhe me shku pastaj duhet me ju mos me ndalë profesionin, duke i ditë që si artiste edhe pavarësisht periudave tua të vështira duhesh me dalë edhe me këndu. Sa është e vështirë me balancu emocionet në këtë aspekt? Unë me thonë që kur të arrit e dera për me him rana në vente, e di që problemet e mia aty le jashtë. Edhe normal që na gjithë kena probleme, nuk ka njeri pa probleme, po uroj që për asnjani neve mos me konë shumë të egzagerume, ose qaq të mëdhaja sa që ti nuk mund është me i duru. Unë e di që kudo që ndodhem, thjesht munona me dhonë maksimumin, si që tash ma heret edhe nuk prej knasis që kam që më adhurojnë publiko, besam që shumë shpesh ndodhë që edhe me haru se qka kam është e vërtet, është fakt, se ti bohesh bashkë me qatë familje ose qatë njerëz, ta japin qatë energjin që ti muni shumë mirë edhe comfortable edhe mos me menu se kur ty për këtë të nëjna bjën men. Po, se qka është të ndodhë. Edhe këtë është në realitet. Po. është një farë rëndese kështu emocionale artistëve, komplet artistëve. është një farë, jo, unë së shë si rëndesë. Si relaksim. Unë e shoh si ikigai. Ikigai është diçka që ti
kur hen mrena një pune me bo, ose me spjegu ma shkurt na shta për me kuptu krejt. Sigur na gratë, kur t'ja nisëm për shembull mi hi punëve që pisi hinë ashtu ka dal, muzikë. Terapi. Edhe po hen është diçka që hen mrena në flow, është terapeutike. Po, edhe une qështu e menoj muzikën që kur t'hi mrena saj, sigur me hi mrena një tepsie me baklav, shërbet, kështu t'lek edhe kry. Relaksohesh. Po, është pasioni që ajo që e përmbush në fakt. Relax, mirë, happy, vullnet, krejt. Sa ka ndiku familja ndoshta në rrugtimin tënd të muzikës, edhe në përkrahjen tënde, duke e ditë që ndoshta nuk është edhe mjaft e lehtë si profesion, vym përkrahje, vym pak mbështetje. Në fillimet e mia, sidomos vitet e para, muj me thonë që familja e më kanë një ndër të partë, ata që më kanë shty edhe që më kanë përkra, edhe që më kanë ata që kanë thonë vazhdo ti përpara na mrapa teje. Une nuk e harroj kur njet sakrificat që i kam bo, që i kam bo ata për mu, so herë për shembull që na një kena mbrëmje, ose dasëm, ti me shku, është normale që ti keme kryqat pak ma vonë. Natën, udhëtimet, ata janë tankon me ty, ose me mu, familja. Udhëtime, pa hangër, najherë pa pi, se kur nuk i dihet se ti qysh je. As ki komunala, për shembull, sa herë ndodh që jena shumë t'lodhun. Sa herë ndodh që ki stres, nuk kanë shku nashta punë qysh ti ke dasht. Familja jam janë ata që janë konë gjithmonë me mu, sa herë që unë kom pas nevojë për ta. Bile shumë shpesh ndodh që shumicën e raste, kur unë jam keq mrena, mos me thirr, mos me shqetësu, mos me avarë qatë energjinë tem negative. Edhe shumë shpesh ndodh që edhe që ato momente i kaloj ndoshta vetë. Po, kur u kom puna për me ma dhoni dorë edhe për me ndihmu, ata ju në konë të partë. Ata ju në konë që kur mu nuk ma kam prish qefin tem. Ata ju në konë gjithmonë të gatshëm për mu në çdo orë, në çdo kohë. Edhe i falenderoj shumë, edhe uroj që krejt familjet shqiptare me konë kaq të bashkume sa jam unë edhe familja jam. Po, në fakt, një mesazh shumë i mirë për krejt ata që ndjekin se është pak e vështirë në çfarë do lloj profesioni që e ushtron një grua në ditët e sotme, pa e pas përkrahjen e familjes është pothuajse e pamundur. Duke ditë që ti si artiste je edhe një nonë, pra ke pas ke edhe një djalë, tash është moshën 17 vjeçare apo? Po. Edhe ndoshta me qenë një nonë edhe me qenë aktive me muzikën është padyshim sfidë. Vallahi, me ta thonë drejtën, dyqysh du të me konë valla për një me goxha e fort. Karjerën, familjen, fëmin, obligimet, udhëtimet, gjitha këto që ki të bëj me karjerë, se njerëzit në prapavirë shojnë vetëm ato që ka na nxjerrim. Ata nuk shojnë sa lodhësh derisa të mrishti që atja ku ki me shku me këtu. Ata nuk e shojnë kër, se te sa lodhësh kur i ki shootingat me i bo. Ata nuk e shojnë kur sa lodhësh ti kur gjiron klipe. Sa jetë ankohen në ftoft, në borë, në shi. Munesh mu ftoft, nashta munesh me marrë një smundje edhe gjatë qasaj rrugtime, ose gjatë qasaj pjesë kur ti jetu gjiru ose tu bo ose diçka. Edhe zakonisht publiku sheh vetëm gjanat bukra. Po, sheh vetëm atë anën e mirë, dërsa prapa skenat nuk janë edhe aq që i shohin ose i komentojnë. Po, si non, sa të ka ndihmu, qysh e ke trajtu komplet profesionin, a ke pauzu, qysh ke qenë aktive kur ka qenë djali i vogël, sa ke qenë prezente në jetën e djalit? Unë me thonë që masi ka bu djali një muj, unë e kam fillu prap, jom aktivizu me punën.
Jo që kom dasht, po u dasht. Profesioni ka kërku, puna ka Ka kërku. kërku edhe profesioni, dhe nuk është që qatë kohë unë jam kanë shumë e pasur. Realiteti. U dasht me shku me punu, se ndryshe buke vezë. Unë bëj hajgare, thëmë, na këngëtarët një ditë, për shembull, mos me punu jena marrum. Nështë edhe shpendimet e mdoja. Shumë. Kom dëgju shumë Se artistë edhe kitëse që... nuk e shë publiku, për shembull. Edhe sot duhet me dhanë ti për me marë. Edhe sot duhet me dhanë. Klipat, këngët, supportet, fotot, veshjet, dukjet, gjitha këto kushtojnë. Asgjë nuk është faljas. Jo, asgjë nuk është faljas. Edhe ka një kost, ndoshta që publiku nuk e sheh. Edhe pse thojnë atë fjallën, edhe një femën, bota sillet rreth teje, edhe nuk është edhe qashtu valla. Ti nuk e ke ndje aslet? Jo. Edhe s'du bela me ndje letë, se nuk du me ndje letë, se nuk du më mësu me që ato. Se unë jam mësu me punu. Ku mësosh me punu me kane panvarë, nuk mund është bre, dyqysh, edhe në hajtë. Po. Ndoshta edhe përkushtimi, karakteri personit dallon, pastaj këto janë njerëz që dikush e merr pak me përkushtim më të madh, dikush e ka pak më të lehtë. Kisha dashur të thonë me pas ashtu më të lehtë. Artistat i kam dëgjuar në fakt shpeshherë që e kanë këtë që thonë se ndoshta ka pas artistë që edhe në pandemi, gjatë kohës pandemisë, kur s'kan pas koncerte, janë konë domethënë pa para fare. Që s'kan mendu edhe nuk e kanë ditë se ka marrë pandemia edhe nuk kanë kursi kur gjë, kështu që pavarësisht fitimeve të mëdha, nuk kanë pas shumë lek në atë kohë. Vështirë ka qenë valla për krejt. Jo vetëm për mua, po për krejt. Po muzika popullore, edhe sidomos muzika tallava, është një zhanër në fakt shumë i veçantë, që jo shumë njerëz din me këndu, ose jo që kanë shumë këngëtarë në këtë zhanër. Kjo muzik njihet që ka më shumë bakshish edhe më shumë para. Edhe sidomos përveç bakshishit, njihet që ka edhe shumë njerëz që lënë edhe dhurata ndoshta me vlera të mëdha. Sa është e vërtetë dhe sa ka qenë ndaj bakshish ose dhurata më e madhe që ti ke marrë? Nuk kam qef me fol kur për pare. Kjo ana modeste e juve. Po e di që krejt artistë përgjigjen, po ndoshta veç diçka për me relaksu muhabetin, se jo ndaj shifër shumë të madhe. Po du me lidhë qëtësan me qështu me një person që tha ju këngëtarë tha merrni shumë pare baksheshe kështu e ndroje profesionin vlla. Qa me thonë, ndroje profesionin. Ndroje zhandrin. Jo, se nuk u kanë profesion tem, nuk u kanë këngëtarë, ndroje profesionin pra. Po kjo është talent, nuk e ka çdo kush këtë talent. Unë e menoj që a paguhet, më intereson me ditë, komplet kjo sakrificë që ti po e përmend. Paguhet. Jo sa repi, po paguhet, se jo si repi s'ka shans. Mendon që repi paguhet ma shumë se muzika tallava? Po, 100%. Edhe në ditët e sotme? Po. Po shumë repera, artistë nuk po kanë koncerte sa keni jo. Po që këto është hilja. Aten? Se na kena për shembull, i kena çmimet më normal, ma normale çmimet. Jo bashkë ashtu. Ndërsa rap artistat i kanë fryrë si shumë çmime. Tani kena më shpesh. Okej. Mbrëmje, dasma sana, gjithçka. Qysh ndihesh që publiku vazhdon me të mbështet, kur e din që je edhe kaq shumë vite në muzikë në fakt? Unë e nina mas mirë në botë për këta. E dim pse se më ka ndodhur për shembull me shku me një dasmë në familje dikojna edhe me pa fëmijë. Ata shumë të vogël. Edhe ka ndodhur që se 20 vjet apo kupton, ka ndodhur që tani unë kom shku kom knu në fejesa, në dasma tyne. Edhe është shumë mirë se i kanë rregullu dhe fotot për shembull aty kur kanë dalë kur janë konë shumë të ri, edhe aty në shumë fëmijë, Po të vogël, edhe kur janë rri tani, aty në shumë bukur, shumë ndjenje veçantë, me pa që një familje prap nuk të ka harru të ka thirr dasmën e tyne për me këndu. Po, ndodh që kena shumë çështë raste kur jo nëse edhe çaja familja na merr një herë nuk ka shans veç çat herë. Pa të ftuar edhe herën e dytë. Pa të ftuar edhe hera tjera, po. Çka e bën që kaq të veçantë këtë zhandër të muzikës? Vibe i mirë, po menoj unë edhe ajo qysh kënaqen njerëzit.
Okej. Se dhe qa e bon të veçantë Po. këtë lloj çantrit muzikës. Ja nisëm me paramenu vetën. Knatësia e momentit. A ka pas ndonjë moment ndoshta që ki dasht me u tërhek prej muzikës? Kur, Asnjëherë. asnjëherë. Se unë e di që momentin që e menoj një sa ne bëj. A beson që nuk guxoj me menu gjithçka. Nuk guxoj. Ti edhe nuk punoj me ligjin e tërheqjes. Po, në fakt, e ki përmend edhe këtë ligjin e tërheqjes. Çka ka ndaj ëndër fatlumja që është tu e projektu tash në ligjin e tërheqjes, që nuk e ke përmbush akoma ajo? Një shtëpi tret madhe. Okej. Tu punu na drejtim domethënë. Patjetër. Një shtëpi tret madhe. Cila është forca jote mas shumti, Fatlume, që të shtyn me punu? Përveç anës financiare, ndoshta që normal gjithë e kemi, po edhe diçka që ty t'jep forcë. Unë menoj që vallai njerëzit të mira që i gëzojnë, i kanë për shembull të lindura. Edhe të lind me çato, me dash punën edhe kry. Lind, formohesh, rritesh me dash punën, me punu, mos më nal kur. Para pak kohe, nuk kemi insistime i ikje dhe kësaj anës personale në fakt, e ki përmend një deklarat në një prej intervistave duke thënë që në fakt duke pranu ndarjen tënde. Sa ka pas ndikim kjo? Edhe si e kam prit publiku, ose sa ka qenë reagimi në rrjetet sociale ose nga njerëz? Po normal se s'kom pas edhe qysh me ik kësaj pyetje, kështu që unë kom pa ma të arsyeshme për me deklaru të vërtetën. Ndarja nuk është e lehtë për askën, e as për mu nuk u kanë. Unë jam tërheq edhe jam nda mënyrën ma të mirën të mundshme. Të betona që unë jam nda momentet kur ishtë partnerin tam, e kom dasht edhe e kom respektu mas shumëti. Për mu, kjo, jo që su kon e letë, po su kon heq e letë. Po ka njëherë, për me kon të lumtur të dy palët, duhet me pas shkëputjen. Se për mu është ma mirë, fëmija jam u rrit i lumtur, edhe mu njësë sot i lumtur, se sa me kam për ditë në shurëm. Unë s'ko mujt me pranu kur, me jetu, me një shtëpi, me një familje, ku unë kam non-stop zhurëm. Okej, cila ka qenë ana më e errët që ndoshta ka shty me bu vendimin final? Nuk është që e kom vendosë ndarjen e mrena një dite. Kom duru shumë, po një ditë ma u bo balë qësë qka. Edhe ana më errët, dhuna psikologjike, fizike, që e kam bo ndër vite. Në fakt. Në ato momente ma e pash që familja nuk mundet më majt me zërë. Vetëm kjo nuk bëhet. Edhe e pash më të arsyeshme paktën me pas kryt, që shtojnë kryt e qetë. Po, mendja është ndoshë në fakt, edhe një familje është ndoshë edhe nëse nuk munden me qenë bashkë. Po, s'funksionon, është shumë guxim i madh në ditët e sotme në fakt me pranu një ndarje, ka dhe shumë artiste tjera edhe këngëtare, shumë të famshme që ndoshta pas shumë viteve kanë nda këtë rrëfim që pjesët jetës së tyre në prapaskenë ka qenë edhe dhuna. Për me përmbyll dhe mos me hinë shumë detaje ndoshta të kësaj ose këtij relacioni që ti veç e ke përmbyll, cili kishte qenë mesazhet që jo kishe dhënë gjitha atyre vajzave dhe grave që ndoshta janë fytyra publike, po nuk e kanë marrë akoma atë guximin sa me u nda dhe me u largu prej një marrëdhënie toksike dhe një marrëdhënie dhunuese. E kom thënë edhe një intervista tjera, veç me zgjedh vetën, kur gjë tjetër. Zgjedh vetën para gjithë shkafit. Kur gjë nuk ja vlen ma shumë se sa ti, vetja jote. Na jena individ edhe
pse me kanë çdo ditë e mërzitur, pse me kanë çdo ditë keq, kur ti mundesh çdo ditë më kanë mirë. Edhe e lumtur. Po, edhe lumtur. Edhe kush nuk e don një grua dhe një nanë të lumtur mbi të gjitha. Ç'është është raporti sot me djalin? Jo Sa e shumë i mirë. përkrah, Jo se ka përkrah. Ka nuk e pas ka ndikime nga pala tjetër, po. pra nuk e ka pranuar Ndikime shumë daljen. mëdha, po. Mhm. Edhe arsyeja pse ai është duke marrë djalin larg meje është që është se dëshiron me pas prap afër me mu. Një gjatë që unë nuk e kom pranu edhe se pranoj. Mirë falume, në fakt pa dash me hy ma thellë, në këtë temë e cila është mjaft e ndjeshme, unë uroj që mesazhi më i mirë i kësaj është që ndoshta dy njerëz edhe kur dëshirojnë me përfundu një marrëdhënie, të paktën me shpëtu në mes fëmijën që e kanë edhe mos me u lëndu në këtë mes fëmija. Po. Kështu që ndoshta edhe ti po besoj ki. Unë gjithmonë e kom dash një lloj marrëdhënie me ta shoqërore. Nuk ma ka ofru kurr. Unë e kom bisedu me të ndarje me vite. Jo një vjet 2, goxha shumë. Edhe nuk o kanë kur i pajtimit për me pas një ndarje normale, shoqërore, që ashtu që shpolipi unë. Se unë e kom thonë në një intervista tjera, dasht e pa dasht, mu më lidh djali jam me ta. Po, normal. Ama unë menoj që nuk isha dash ma shumë me diskutu edhe me fol për këtë temë dhe besoj që shumë shpejt ko me mbyll si temë, si kapitull. Po. Unë kom pas edhe ditë bukra me ta, edhe ditë shumë të këqija. Kështu që mendoj që është mas mire me u përmbyll. Si kapitull edhe ndoshta me vazhdu të dy për kësaj. Zoti është i madh, i ka pa të gjitha. Unë edhe një herë kom thonë këta. Unë ja kam lënë dorë Zotit. Për mu mjafton. Unë të E falenderoj. kam domethënë mbështetjen më të madhe, ndoko që vetëm që e menoj që e kam Zotin nalt, edhe mjafton. Po. Unë të falenderoj në fakt shumë për sinqeritetin që e shpalose me neve sonte në studio, edhe po besoj që gjithë ato vajza dhe gjithë që të kanë ndjek me marrë një mesazh force, duke tregu që ke pas në fakt një periudhë jo dhe aq të lehtë ose mos tam mjaft vështirë që ka edhe shumë gra të tjera që ndoshta e kanë kalu ose janë duke e kalu. Uroj që edhe pse është në adoleshencë, djali kur të rritet ndoshta të kërkoj me qenë pak më afër teje, edhe ndoshta të jetë më i afërt me ty. Nuk e di se si ka qenë raporti yt më herët me djalin, sa ke qenë e afërt me të, sa ke qenë prezente. Unë se kom pas raportin me djalin tem, që kom pas raportin unë me nanën tem. Kur. Se unë nanës tem nuk kom pas drejt kur njetë me i përmen simpatia, ose ka hongër drejtë, do më thonë. Edhe nuk kam pas drejt me ja përmen ato pëdu me shku atje, me bo këta. Lirin, Na jena ndoshta. kon shumë të lidhun edhe kena pas shumë atë bashkëpunimin, atë... Unë nuk s'm ka konsideru shumicën e kohës nanë, edhe në shoqe, motër, ajo është rrit me mu, është rrit me nanën tem, është rrit me motrën tem, me vllaznit e mi, edhe me babën e vetë. është rrit me një familje ku i kanë dhonë veç dashni. Edhe une kur njetë nuk kom shprej dhunë të fëmija jam, kur njetë s'kom shprej deri në qatë pikë nervozizëm, për kundër asaj, unë më ka një nanë që e kom përkra, e kom bështet, i kom qëndru mrapa financiarisht për krejt sanat që i ka dëshiru, futbolin, shkollën, gjitha kurse që ka dash me kry. Gë me thonë ke qenë për Kjo u krasë, për kanë, ëndrat të tjera, mos mu kanë për zhvillimin. krase, i shkon shumë vështirë. Po. Unë i kom nejtë mrapa.
Ke qenë për krase, pra, si... Po normalisht edhe mosha jote është shumë e re, edhe ka pas një nanë shumë të re, e ka një nanë shumë të re, shumë cool, edhe shumë të bukur. Kështu që prandaj edhe të pyeta thash se çish është raporti sa ka qenë për krahas i muzikës ose i aktiviteteve tua. Shumë, jo në këtë aspekt. Ose kritikat që ti ka bo ndoshta ose... Kritikat po, se një kohë pa të ndalë disa lajme për me hy Big Brother? Big Brother, po. Okej. Edhe më me thonë që erë të shpia dhe ish pas nervozu shumë edhe tha, hej, mu tha, të mbullizu atli të shkolla, ma mi të kam i në Big Brother. Okej. Kështu që... Tu ka bo dhe me thonë ftesa për Big. Po, ftesa, okej, falenderoj për ftesën, po, e di që erdhë kështu shumë i revoltume, kështu shumë keq, jo për mamë, so në s'ko me im Big, kështu. Pra, një natyrë pak ma gjelioze ndoshta ndaj teje në disa aspekte, që nuk ka dëshirë me të pa edhe shumë pran kamerave ose shumë reality show. Pak po. Okej. Mirë, nuk po të pys ma shumë për jetën personale, në saj përket këtij aspekti, në fakt e di që si çdo njeri ndoshta dhe t'je ki shumë të shenjtë edhe ka shumë gjëra personale që don me i ndo ose me i rujt për veten edhe me i ndo veç me njerëz të tu special. Kështu që unë nuk du me hyma thellë. Po çka është një ditë e zakonshme e fatlumës jashtë muzikës? Cila është një ditë e zakonshme e jotja jashtë skenës muzikore? Një ditë e jemja jashtë skenës. Me putosh, më qumë në gjez, me majt vetën, më kanë me vetën taman, naj pilates, pak fitness, pak me ajab vetës atë mja ndreq pak energjin ditën. Gatuj, hap. Okej, qka gatun mas shumë t'i fatlumja? Diçka që... Orez me zhëtfullës. Okej, orez me mishpulle. Me nuk ata mos në naj i pite, risotto, atë se unë i tom orez. Edhe pite po, kështu që edhe ty tiri për pite, shumë shpejt. Kismet, edhe unë këmë arë me shumë qaf. Po, edhe unë e bëj shumë të mirë valla, se jo më rritë që ashtë të brend tradicional më rritë, nuk më me thonë s'di me maru pite, se di. Din me maru pite? Po, shumë të mirë. Okej, super. Jo, këto, te ushqime jo në ekstrem, maraklike, që shme thonë. Po? E kam shumë qef, me pregadit, me eksperimentu, me bojë kështu. E kom bo edhe, do me thonë, emisione tjera, kom të regu që këto punë ma kështu, ma problem. Punë të shpisë ki ma problem, po ka kuzhina, do me thonë, një mirë. Se unë e kom të kundërt, unë e kom motrën e cila është ka kuzhina perfekte, po ka punë të shpisë, o jam une. Unë e kam motrën. A po e kundërt. Unë e ka kuzhina. Mirë, fatlume, minutat kaluan shumë shpejt, në fakt. Faleminderit shumë. Unë e di që pa diskutim na kemi edhe shumë tema tjera ndoshta për me folë, po këto po i lojmë për në i herë tjetër. Po. Me që jemi drejt minutave të fundit, veç ndoshta që kam duket diçka dhe një pyetje që kom bet pa ta bosh, cila prej dasmave ka qenë më interesante kështu gjatë karrierës edhe ndoshta diçka që ne kujton akoma edhe tu ka duk më interesante. E di që këndon në vende të ndryshme, pra si në Amerikë edhe në vende të tjera, ndoshta një kujtim ose diçka që tu ka duk një organizim pak më i veçantë. Cili është? Gjitha dasmat i kam shumë të veçanta, pasha Zotin, janë shumë të mira. Më me veçu një dasëm që e kam pas në Amerikë që o kanë shumë e bukur, një o kanë edhe në Gjermani shumë e bukur, edhe dasma e fundit që o kanë në Dubai, që o kanë shumë e bukur, se kjo e fundit e Dubai u kanë edhe plus që nusja u kanë braziliane, edhe Andri u kanë poshtnjakë shqiptar, edhe o ka një mix interesant. Dy nacionalitete. Shumë mirë. Edhe një dasëm tjetër o ka shumë interesant në Sahara edhe në Bugari. Në Sofia, atë, do me thonë jam shku, o najna kanë të fëtum. Normal, gjithë ata që vendosin me bë dasma, normalisht që
në atë rastin 2 vjetë ose 3 vjetë më herët, po vendosëm e vëdasmë, edhe djali që ka bo telefonatën të Meli, sepse Meli është menager jam, Po. ai ka fol anglisht me Melin. Edhe Meli normal nuk dasëm Bugari, okej, mirë në rregull. Edhe jena shku, o kanë shumë interesant se unë jam kanë me muzikantin tem, edhe me Melin. E veç na trejna kanë shqiptarë. Krejt tjerë të bugarë. Okej. Edhe qysh Edhe do me arriti thonë, muzika jote në atë vend. Ma krejt qka u kanë interesant, kur jena hinë mrena në salë. E kena pa, do me thonë na, unë e muzikanti jam, e veç kur jena këthy ka njani tjetri, hej, na qka kena me bo qëto? Se ata 11 muzikante, Okej. ma të mirë në Balkan, e kupton? Edhe, kështu që u kanë, Edhe qysh e gjete vetën atë natë? po e di që e kanë kallë. Okej. Më kanë dy pak ma tepër të lava, se ma Muzika ju përshtatet. bugaresht, po nuk e di, do me thonë nuk o mujt me ndje atë ajo më Kosovë, as jam Kosovë. Po se e ka ndosh Qaq muzikën. bukur kanë valzu, qaq bukur kanë bu atmosferë, sa që nështë edhe së më kanë kuptu kur gjë. Apo kuptu? Me siguri nuk të kanë kuptu, po zoni edhe muzika Po zoni edhe ajo Energjia, po energjia, edhe besëm që e kanë kallë. Edhe që kjo kanë shumë Po ka në interesant. fakt edhe shumë shqiptarë që shkojnë edhe ndëgjojnë dashta muzikë greqisht ose të gjuhëve tjera që nuk e kuptojnë, po vibe dhe energjia i disponon sa me ndrejtë atmosferën. Po në Shushon e Dubai, kam qef me shku me ngu greqesht, për shembull. në Dubai, do me thonë ka qenë dasëm e shqiptarëve, një boshnjak që është martu. Edhe qka ka qenë diçka më e veçanta në dasëm gjatë organizimit që ty t'ka bo përshtypje? A ka pas bakshish ma shumë në Dubai, a në Bullgari? E din të që bakshish në Dubai u zhduk rap abragadabra. Zhduk bakshishe, më intereson me ditë për fund, a ka pas dallim fakt, më intereson, masi Dubai njët që është vend i ma luksos, edhe dasma me siguri ka qenë e madhe, a ka qenë bakshishe ma i madhe, apo... Bakshish ka pas, se na kanë dhonë me të vërtet bakshish, po unë me cekë që ku dush në botë ko marë bakshish ma shumë sa atje. Okej. Kështu që në nënkuptohet vetë. Okej, edhe pse na ke lënë pak me pikpyetje dhe na ke bu po. kurioz për me kuptu se çka ka ndodhur. Edhe në Dubai pra kanë kërku muzikën tallava. Po. Qysh e sheh zhvillimin e muzikës tallava viteve të fundit? Gojja në rritje. Njerëz të kërkojnë ma shumë. Po. Sa i përket muzikës tënde, përveç tallavas edhe asaj popullore, sa të ka inspiru kjo periudhë me kriju diçka të re ndoshta, ose çka pritet në javët ose muajt në vazhdim prej Fatlumes? Non-stop veç kong. 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 Ma shumë balada, verore, çka janë planet tua? Balada, verore, gjithë qka ka me pas i vjetë. Se nuk dija ke një, po jam mbyll në studio. Por i ka një javë, s'po dalë. Je mbyll në studio, po nështë tash ki pak ma shumë hapësirë edhe me kriju kong të reja. Shumë më kish mungu, besam. Sa ku ka qenë që s'ki kriju ndoshta ose s'ki prodhu diçka të re Fatlume? Jo, unë e kom nxjerr para 2 dite kongën ma të re. Përveç kësaj? Puris. Po. Përveç kësaj, jam në proces të punimit kongëve, si që ceka që jam të nejtë ma shumë studio. Ma shumë në studio? Po. Okej. Tash edhe një balad më duket kime lancu? Po, shumë shpejt. Tre, shumë shpejt. Unë me krejt këtë energjin tënde edhe gjithë sinceritetin tënë prej fillimi deri në fund si intervistës që më dha shumë ngjyra në fakt gjatë kësaj intervistet, falenderoj shumë. Edhe uroj që ndoshta për këngët e reja edhe baladat ose gjitha veprimet e tua të reja të shihemi herën tjetër. Faleminderit edhe ty shumë. Unë e kisha dash me t'regu ku jena taku në aeroport. Po, na në fakt jena taku në aeroport edhe krejt kjo intervista është shumë spontanesht. Po, më ka pëlqyer shumë energjia jote, po edhe faleminderit për ftesën. Jeme të vërtet një vajzë me zemër të bardhë dhe të mirë. Kam shumë respekt për ty,
Edhe unë për ty. Edhe gjithmonë do ta pranoj ftesën tënde. Faleminderit shumë edhe në me kënaqësi ku më të ftuar shumë shpesh. Miq të dashur, ne këtu po e përmbyllim edhe këtë edicion së bashku me Fatlumen e të dielën e ardhshme do të shihemi përsëri në Distrekt. Deri atëherë, mirëmbëjtje.